Bishi dhe. Jo. Pasha zëtin po. Tash apo të mungon, jo po të mungon. Apo të mungon dhe ku na pithu? Po pitha ma piqe po të mërzishëm që është shliu Mitrovica e veriut. Apo të mungon ty dënor. Jo si tru. Jo valla. Bile dënor. Si mungon këtu askujt. Duhet mu bo fer. Argumenti unë nuk lejo maj sulmumin që të baza kum qenë unë. Dikur më ka thonë po të citojnë mediat e Beogradit. Dikur më ka thonë me terma rasist o fashist. Qitu. Dikush ashti i kum bjetu kej. Prandaj unë nuk lejoj para meje dikush më drejtu një kolegu tam gazetar, mi thonë apo të mungon dinari sërë që bashkë jom gjallje që asërë për një me jom gjallje me nëzirë minjë argumente. Kundër që tyne që ki narracioni cilin që është e vërteta ka fry Albin Kurti e vetë vendusje. Po si shte kjo qështje që kishte bënë një pjesë popullit qëtërë me ty asgjë. Jo është që kjo s'ka lidhe ke me ty. Jo, kushtim ka lidhe me ty. Po ti s'ke drejt aty të futësh hiç. Jo, po si shte diskutimi as me drejtur për mbroj kolegun ta. Po s'ke ti nevojë ta mbrosh ai mbron veten. Kushtim. E mbron veten ai. Narrativa që dikush në Kosovë punon. Po leja zotëria ishte duke kushtim pas po më cënon. Po cënoj. Po cënoj. Po mos e çoj aty. I tha gjërat njëri që u atakuan këtë drejtim. S'ke nevojë ta çosh ti më tutje. S'ke nevojë. Më falë. Po jo, absolutisht po. Shqipe, se ta përmendëm emrin ty, edhe kemi obligim profesional, ta themi. Urdhro. Unë nuk e di një me Drenori që 2 emisione po më duket është po folit për to, a është qëllimi i tij nëse është ja ka arrit, edhe pse unë mendoj që pak e ka ngatruar emisionin, ka emisione tjera ku dush më shku me bo se Cilat janë ato emisione? Shkon Big Brother për shembull. Unë Big Brother, po, sepse mënyra që është përcjellur zonë ti. Ka thotë se kishte gazin lot, sjell se çu shekën rrugë. Çfarë ti kisha kallzon aty? Unë s'kam shumë çka kallzoj aty. Drenori, Big Brother më shumë se ti, për nuk e rrin këtë. Drenori, le tani se jo, po këtu në fyre që nuk përbie. E tashti, unë nuk çona pi studios, veç po të kallzoj sot, është hera fundit që jam me Drenorin. Ha bravo. Ha, sepse nuk më ka Ja, qiti pëlloje. Shka ta ty që të jesh herën e fundit? Sepse 3 herë fyti. Edhe ti pelejon kushtrim. E para me thonë me kuj po paguhi. E dyta nuk është hera parë. Ka thonë disa herë, po ju mungon dinari. Është seriozisht është fyrje. Sepse ky e fryn hala ma shumë një gjuhë e cila përdoren vazhdimsi në rrjetet sociale nga militante. Çka për shembull? Po ju mungon dinari. Kush po ju pagun? As janë fyme këtu kushtrima, a nuk dihesh ti fyma? Arsyeja pse unë edhe fort nuk dina fyme, e një, pse e kum hup respektin për Drenorin, e dyta, se e di që s'është e vërtet. Për isamet pa vërteta nuk fyna. Por, që këta e fryn e Drenori është ka jep këtë zjem kove të fundit, një gjuhë e cila do duhej tash më të merrte fund, sepse mundet me përfundu në rol më të madhe. Kjo do të munal. Unë jam të menu seriozisht me janis mi denoncu në për gjykata, sepse e pash se u denu dikush, pse aktivistat e vetë vendosës u denun, pse i kanë fy gjykatësit edhe prokuroret. Pra, ekziston kodi penal i denonat, kodi penal po më duket, si jam e sigurt është me kod penal atë civil ndonjë ligj tjetër, por me rëndësi është se ka legjislacion dhe unë mendoj se ka ardhur koha kur na duhet me ju drejtu gjykata. Po prapë se ndryshoni rezultatin që ka fituar 42% e Ki fut gaz lot sjellës. Më tha, kjo është për Big Brother, me kallzu ki fut gaz. Po më nënë se më unë e të thash ty, njëra sjellës tone nuk është për një emision debatus serios. Unë mendimi im është. Unë se përsaktoj, unë mendoj. Kujna i kish nejt Big Brother ma shumë, unë jam i sigur që ty t'ish nejt. Le ta thot mendimin e vetë Shkruja syne në shama pojnë. Kushtrim. Më pashtu për men i tha që e ka ndru partit edhe Shqipja sëne. Veç se unë e prej opozitës, që më shku prap në opozit, edhe unë i moj tentoj me mendimet e mija, me analizat e mija, mi mojt përgjegjës
ata që janë qeveri, kryeministrat, jo emrat e përveçëm, hiç s'u më intereson, që po thotë Çollaku shumë a shumë kanë qëndrime e veprime kundër kryeministrave më hershëm. Por asnjëherë se kom marrë personale, sikur sot me Albin Kurtin bashkë kur gjos kam personale, e kum pas bashkëpunëtor një kohë. Çat moment që e bën një veprim të mirë për këtë vend kam jashtrit dorën, edhe kam bë thirrje njerëzve mbështetën e votone. Deri tash në gjykimin tim, në mendimin tim, mënyrën e qeverisës nuk e ka pas të mirë në të mirë këtij vendi. Prandaj kam e kritiku. Nesër le të vjen Lumir Abdi Xhiku në qeveri, edhe i bën veprimet e tjera, edhe i herë ma shumë kam e kritiku. Unë, se tash të masi po flasëm për veti, nuk jam oj zhagin qeverisë. Çdo herë jem konë në kundërshtim, pra po tham, jo të qeverive, jo të kryeministrat, të vendimeve të tyre, të veprimeve të tyre, dhe emri përveçëm bashkëpare nuk me intereson. Tash Drenori ka qëndrim tjetër, ma shumë se unë i ka kritikua ata tjertë, sot ma shumë se unë jam unë anet. Njëjt e ka kritiku Kurti Niko, për si ka... vetëm pak, për si ka konë një personalisht, sa të krimi edhe jam gronë, kështu që qa kemi Nuk dua ta çoj tutje debatin vetëm pak me zigzage. Ideja është kështu, vetëm pak. Ska nevoj me konë me pospozitë qeveri, më mbrojt edhe pak inë qeveri. Dëgjoj pak kështu, Drenori. Nuk dua ta çoj debatin tutje me zigzage, akuzat pa baza. Pikërisht. Po, absolutisht. Nuk është në rregull të fym edhe të vendosim etiketa për njerëz të cilët e kanë dëshmu veten për 20 vite e hajt. Të cilët janë pjesë e spektrit mediatik, dhe të cilët me të drejtë kanë drejt